Ushtria shqiptare ka marrë në dorëzim 40 mjetet e para të prodhuara në Shqipëri. Kryeministri Edi Rama tha se kjo është një ditë historike për vendin dhe se brenda 2028-s forcat e armatosura do të kenë të gjithë armatimin e duhur. Bashkëkryetari socialist i Komisionit të Reformës Territoriale Arbian Mazniku thot se propozimi për uljen e numrit bashkive synon forcimin ekonomik të tyre, por Sali Berisha e konsideron krim monstruoz të Ramës të bërë për qëllime elektorale. Gjykata e posaçme ka liruar nga burgu ish-ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqaj, i cili po hetohet për dosjen Saspak. Ai do të qëndrojë tashmë në masën e arrestit në shtëpi pasi i mbaruan afatet e paraburgimit. $7.88 miliard arriti në qershor vlera e rezervës valutore të Bankës Shqipërisë, niveli më i lartë i regjistruar ndonjëherë. Kjo shihet si një masë për të përballuar goditjet e mundshme nga jashtë dhe për të mbështetur stabilitetin financiar. Kaos në enklavën spanjolle të Ceutës në Afrikën e Veriut nga hyrja mbi 60.000 refugjatëve. Autoritetet blinduan kufirin dhe thanë se shumica po kthehen mbrapsht. Shënohen 57 viktima. Italia pezullon marrëveshjen e Schengenit me Spanjën. Ndahet nga jeta në moshën 66 vjeçare legjenda e futbollit italian Franco Baresi, ish-kapiteni i Milanit dhe Italisë numëron një numër të madh titujsh, duke përfshirë 3 kupa kampionesh, 6 kampionate dhe 2 kupa interkontinentale. Porto Palermo Festival, një nga eventet kulturore që jep një tjetër ritëm netëve të verës në Bregdetin e Jugut, cili edicionin e tij të 6. Kalaja historike u transformua nga ansambli folklorik shqiptar duke tërhequr turist të shumt. Zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Ky është edicioni i lajmeve të orës 19:30. Ushtria shqiptare ka marrë në dorëzim 40 mjetet e para taktike të prodhuara në vendin tonë me të gjitha standardet e NATO-s. Kryeministri Edi Rama tha se kjo është një ditë historike dhe se brenda vitit 2028 forcat e armatosura shqiptare do të kenë në dispozicion të gjithë armatimin e dur sipas kërkesave të NATO-s. Forcat e armatosura janë pajisur me 40 mjete taktike të prodhuara në Shqipëri sipas standardeve të NATO-s. I pranishëm në ceremoni, kryeministri Edi Rama tha se ky është një moment historik për Shqipërinë, pasi tregon se vendi ynë tashmë ka hyrë në një fazë të re, nuk është vetëm përdorues i teknologjisë së mbrojtjes, por edhe projektues dhe zhvillues i kapaciteteve teknologjike ushtarake. Këto mjete janë mjetet prodhuara këtu në vend. Është një moment i jashtëzakonshëm pasi ndodh vim të shohim, të prekim rezultatin e një përpjekje shumë gjatë, që ka nisur në buzë greminës për Shqipërinë dhe për forcat e armatosura, të cilat ishin në pikë të hallit. Përpara integrimit të vendit në Bashkimin Evropian, ushtria tha Rama do të pajiset me të gjitha mjetet nga më të lehtat e deri tek të sofistikuarat. Brenda vitit 2028, ushtria shqiptare do t'i ketë të gjitha mjetet, të gjitha kapacitetet, që nga makina më e lehtë deri tek armët më të sofistikuara. Rama u shpreh optimist se nuk do të jetë largët dita kur ushtria amerikane të mbajë armë made in Albania. Kemi marrëveshje me kolos të industrisë ushtarake dhe mos u çuditni kur një ditë të vim përsëri këtu dhe të ekspozojmë gjëra të prodhuara këtu, të cilat do t'ja japim edhe ushtrisë më të madhe të botës, ushtrisë amerikane. Në samitin e NATO-s, ku do t'jetë edhe presidenti i Shtetit Bashkuar, mbrojtja e qiellit do të bëhet me dron super inteligjent të prodhuar këtu në Shqipëri, made in Albania. Një përgjigje pati edhe për ata që akuzojnë për tradhti dhe shitje të vendit. Flitet shumë këto kohë për tradhtira e për shitje të dheut e për lloj idiotësish që mund t'i marrin me mend dhe t'i artikulojnë ata të cilët do ta kishin tradhtuar, do ta kishin shitur, do kishin bërë të gjitha ato për cilat akuzojnë, sepse kështu thot një fjalë e mençur, kush t'akuzon pa prova, ose e ka bërë vetë, ose do ta bënte vetë atë për cilën t'akuzon. Krahas mjeteve të ushtrisë, vendi pritet të pajiset edhe me 14 zjarr fikse dhe ambulanca, duke ju afruar standardeve të Bashkimit Evropian për mjete të tilla në raport me popullsinë
dhe sipërfaqen e banuar. Bashkëkryetari socialist i reformës territoriale Arbian Mazniku ka paraqitur sot para gazetarëve hartën pra draftin, idenë e majorancës për të ulur numrin e bashkive që do të pasqyrohet natyrisht në reformën e re. Ndër të tjera, Mazniku hodhi poshtë akuzat se ndarja e re është bërë për qëllime elektorale. Propozimi i socialistëve për reduktimin e numrit të bashkive nga 61 në 46, sipas bashkëkryetarit të komisionit Arbian Mazniku, ka patur si objektiv forcimin e bashkive për të qenë më eficiente e të qëndrueshme ekonomikisht. As edhe një shërbim nuk largohet nga territori, as edhe një zero. Çdo shërbim që qytetari ka nevojë ta marrë aty, e merr aty. Elementet që konsolidohen dhe nuk largohen janë elementë që kanë të bëjnë me planifikim buxhetar, që kanë të bëjnë me planifikim urban, që kanë të bëjnë me planifikim e zhvillimit ekonomik, që kanë të bëjnë me elementet ligjor. Mazniku hodhi poshtë çdo pretendim se ndarja e re territoriale lidhet me përfitime elektorale. Absolutisht jo. Elementi politik është një element i cili nuk është fut fare në këtë diskutim. Partia Socialiste sot ka 55 nga 61 bashkitë vendit. Nuk e ndikon fare ndryshimin e rezultatit për socialistë në nivel kombëtar, se si lëvizjes së për krye bashkive. Mazniku renditi edhe arsye që quan që Tirana të jetë i vetmi qytet që ndryshon kufijt pasi merr në administrim rinasin. Elementi i parë ka të bëjë me faktin që rinasi është një aset kombëtar, së dyti ka të bëjë me faktin që Tirana është nga pikërishtimi ekonomik përfituesja më e madhe e ekonomisë që rinasi gjeneron, por nga ana tjetër territori rreth qark rinasit, veçanërisht akset e rrugëve që vijnë nga rinasi drejt Tiranës, që ka nevojë për mbajtje më të caktuar, pastrim më të madh. Një koment Mazniku e pati edhe për protestën e mbajtur në Poliçan. Është treguesi më i mirë që Partia Socialiste dhe grupi i deputetëve antar të komisionit nuk janë nisur në këtë reformë nga interesi i ofiçarëve të një bashkie apo një tjetre, por janë nisur nga interesi i qytetarëve të territorit. Draftligji do të rikthehet për diskutim në muajin shtator, pasi kryetarët dhe këshillat bashkiake do të marrin dhe opinionin e qytetarëve të bashkive që preken. Bashkëkryetari socialist i bëri thirrje demokratëve të bashkohen në Vjeshtë për të finalizuar produktin për zgjedhjet lokale të 2027-s. Por propozimin socialist për ndarjen e re territoriale kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha i quan një krim monstruoz. Sipas tij, ajo është në funksion të qëllimeve elektorale të Ramës dhe projektit të tij të çpopullimit të vendit. Sali Berisha sulmoi ashpër nga selia blu projektin e majorancës për ndarjen e re administrativo-territoriale, duke e cilësuar atë përqendrim të pushtetit në duart e qeverisë, dhe një tjetër goditje pas reformës së 2014-s ndaj komuniteteve lokale dhe zhvillimit të zonave rurale. Në krimin e tij monstruoz kundër shqiptarëve nuk ndalet, don të heqë edhe 15 bashki të tjera në vendin më malor të Europës, u tërhoq në mënyrë të njanshme, të pa dej, pa besisht, me projektin e tij totalisht i platformës Çubrylloviçit. Kryedemokrati tha se krahas kalkulimeve elektorale, pas kësaj ndarje të shumicës qëndron një herë zgjedhje projekti Edi Ramës për shpopullimin e vendit. Ndaj ai ftoi banorët e bashkive që preken nga projekti socialistëve që të ndjekin shembullin e qytetarëve të Poliçanit. Ftoi të gjithë banorët e bashkive tjera të ndjekin shembullin e tyre. Demokratët këmbgulin se reforma territoriale nuk mund të kalojë dot në parlament, sikundër edhe nisma e sjellë nga socialistët e njëjtën. Pasi sipas tyre, dy raportet nuk janë diskutuar më parë në komision. E vetmja zgjidhje, thon ata, që një kushtetuta në këto raste është vota referendare e qytetarëve. Dy projekte të hidhen në referendum dhe të jetë qytetari ai që vendos. Por a do ta kushtëzojë opozita punën në një tjetër komision, atë të reformës elektorale, nëse majoranca e voton e vetme ndarjen e re administrative? Ne kemi bindje se Edi Rama nuk pranon asgjë që lkun apo cenon sadopak pushtetin e tij. Por qëndrimi ynë është të hartojmë dhe të paraqesim para shqiptarëve kodin zgjedhor më të mirë. E teksa reforma territoriale ishte kryefjale ditës në dy kampet politike, Sali Berisha nuk la pa komentuar edhe lirimin e ish-ministrit Ilir Beqja. Lirimi i Ilir Beqjes është dëshmia e fundit flagrante e kontrollit të plot dhe total të sistemit të drejtësisë nga Edi Rama. Na falo Beqjes të majtëm si shumë.
Edhe në Klos ka patur kundërshtime mbi propozimin e Partisë Socialiste për reformën territoriale. Punonjësit e kësaj bashkie kanë mbyllur dyert e institucionit për 10 minuta si shenjë pakënaqësie me vendimin për shkrirjen e bashkisë. Sipas propozimit të socialistëve, bashkia e Klosit bashkohet me atë të Matit. Ndërsa gjatë pasdites një protestë është zhvilluar dhe në Divjak, ku banorët kanë kundërshtuar bashkimin e Divjakës me Lushnjën. Protestës i është bashkuar dhe kryebashkiaku i Divjakës Josif Gorea. Një ditë më parë, draftin socialist të ndarjes territoriale e kundërshtuan edhe banorët e Policianit. Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar një rezolut që autorizon në shqyrtimin dhe votimin në blok të 74 emërimeve të administratës amerikane në kalendarin ekzekutiv, përfshirë kandidaturën e Eric Wendt për ambasador të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri. Rezoluta u miratua me 50 vota pro, 47 kundër dhe 3 abstenim. Me këtë votim i hapet rruga miratimit final nga Senati Amerikan i temëruarit presidentit Trump për ambasador në Shqipëri, që prej qershorit vitit 2023 ambasada amerikane në Tiranë është drejtuar nga të ngarkuarit me punë. Eric Wendt ka patur një karrierë të gjatë mbi 34 vite në Ushtrinë e Shteteve të Bashkuara dhe në NATO. Gjykata e posaçme ka liruar nga burgu ish-ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqa, i cili po hetohet për dosjen Saspak. Ai do të qëndrojë tashmë në arrest shtëpie pasi i mbaruan afatet e paraburgimit. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa është liruar nga qelia rreth 2 vite pas arrestimit nga SPAK, me dyshimin se ka abuzuar me fondet e SASPAK. Me vendim të gjykatës së posaçme, Beqaj do të qëndrojë në masën e sigurisë arrest në shtëpi, pasi afatet e paraburgimit përfunduan sa çështja ende nuk është çuar për gjykim në themel. Arrestimi i tij erdhi pas verifikimit të prokurorisë së posaçme mbi menaxhimin e fondeve të Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës, gjatë kohës që drejtohej nga Ilir Beqaj. Duke cilësuar vendimin si të balancuar, avokati i ish-ministrit tha se SPAK duhet të gjejë provat për të vërtetuar 4 akuzat e ngritura. Deri më sot akuza është e paqartë e prokurorisë për zotin Beqaj. Shpresojmë që prokuroria do të rregohet korrekte me detyrat që do i lëri gjykata, ne do ndjekim hap pas hapi. Bashkë me Beqajn të pandehur në këtë dosje janë marrë edhe 7 persona të tjerë, mes të cilëve dhe Ermal Kurtulej, i njohur si njeri i afërt i Beqajt dhe punonjës së SASPAK. Hetimet për këtë çështje nisën në shtator 2023, ku rezultoi se nëpërmjet faturave fiktive, fondet e kësaj agjencie kanalizoheshin drejt bizneseve që SPAK thotë se lidhen me Beqajn. Krahas kësaj çështje, më parë ish-ministri është marrë i pandehur edhe për dosjen ku u hetua koncensioni i sterilizimit. SPAK i komunikoi sot ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku zgjatjen e hetimeve edhe me 3 muaj të tjerë. Ajo qëndroi në SPAK rreth 20 minuta dhe pas daljes nuk bëri asnjë koment për shtypjen. Ish-zëvendës kryeministria Belinda Balluku është paraqitur këtë të premte në prokurorinë e posaçme e shoqëruar nga avokati i saj, ku i është komunikuar zgjatja me 3 muaj e hetimeve që po zhvillohen ndaj saj. Balluku ka qëndruar në SPAK rreth 20 minuta, teksa në dalje nuk ka pranuar të jap një deklaratë për mediat. Një qëndrim të lutem. Në një reagim për mediat, SPAK njoftoi se Balluku u thirr në prokurorinë e posaçme për të njohur me akuzën, e cila lidhet me disa procedura prokurimi objekt hetimi, për të pyetur lidhur me akuzat si edhe për t'i komunikuar akte të tjera proceduriale. Deri tani ish-zëvendës kryeministria, njëherë është edhe ish-ministre e infrastrukturës dhe energjisë, ishte zyrtarisht e pandehur për tenderin e tunelit të Llogaraz dhe lotin 4 të Unazës së Madhe. Për këto procedura prokurimi gjatë se entes ju komunikua zgjatja e hetimit 2 ish-vartësve të saj, Gentian Gjyli dhe Erald Elezi. Ne do të flasim tani për policinë e shtetit ku ka ndodhur të tjera ndryshime. Shtu Nenritan Nallbati është larguar nga departamenti i policisë kriminale pas përfundimit të mandatit si drejtues i tij. Vendin e tij e ka marrë përkohësisht Arjan Muça. Ndryshime ka patur edhe në departamentin e marrëdhënieve ndërkombëtare ku është larguar drejtuesi Pullum Seferi, vendin e cilit e ka zënë përkohësisht Artan Bajraktari. Pas largimit, si Nallbati ashtu dhe Seferi janë emëruar në Akademinë e Sigurisë.
7,88 miliard euro arriti në fund qershorit vlera e rezervës valutore të Bankës së Shqipërisë. Ky është edhe niveli më i lartë i regjistruar ndonjëherë. Rezerva valutore e Bankës së Shqipërisë vijon të zgjerohet duke arritur në fund të qershorit në vlerën e 7,88 miliard eurove, niveli më i lartë i regjistruar këtë vit, krahasuar me muajin janar ku rezerva ishte 7,32 miliard euro, rritja arri në 560 milion euro ose rreth 7,7% më tepër. Struktura e rezervës tregon se pjesa më e madhe e aktiveve vijon të investohet në instrumente financiare me rrezik të ulët. Vlera e letrave me vlerë arriti në 7,16 miliard euro nga 5,79 miliard një vit më parë. Brenda tyre titujt e borxhit u zgjeruan nga 4,94 miliard në 6,28 miliard euro. Ndryshe, paraqitet ecuria e rezervës në are, pas rritjes së fortë gjatë viteve të fundit dhe kulmit prej 513 milion eurosh në shkurt të këtij viti, në fund të qershorit ajo zbriti në 412 milion euro. Shifrat tregojnë se Banka e Shqipërisë ka forcuar më tej rezervën valutore duke rritur kapacitetin për të përballuar goditjet e mundshme nga tregjet ndërkombëtare dhe për të mbështetur stabilitetin financiar të vendit. Në Prishtinë ka nisur sot gjyqi ndaj 21 personave të akuzuar në mungesë për masakrën e Raçakut. Ata akuzohen për torturimin dhe vrasjen e 45 shqiptarëve në janar të vitit 1999. Pas më shumë se 27 vitesh nga masakra e Raçakut ku forcat policore serbe vranë dhe masakruan 45 shqiptarë në zonën e Shtimës, është çelur në Prishtinë një proces gjyqësor për autorët e këtij krimi. Në gjykatën e Prishtinës ka nisur një proces në mungesë ndaj 21 personave të akuzuar për vrasje, torturë dhe trajtim të njerëzor të popullsisë civile, shkatërim të pasurisë së civilëve dhe dëbim të popullsisë civile. Prokurori Ilir Morina tha se asnjëri prej tyre nuk ishte gjetur në territorin e Kosovës, ndaj nga gjykata që procesi të vijonte në mungesë të tyre. Gjyqtarja pranoi kërkesën duke theksuar se ishin bërë të gjitha përpjekjet për njoftimin e të akuzuarve që besohet se ndodhen në Serbi. Urdhër arresti ndaj tyre janë lëshuar që në vitin 2021, por deri tani nuk ka pasur asnjë përgjigje. Në një proces të ndarë në 12 qershor të këtij viti, prokuroria dhe policia e Kosovës njoftuan arrestimin e 5 serbëve të akuzuar për masakrën e Raçakut. Ata dyshohen se kanë qenë pjesë e njësive speciale serbe që morën pjesë në operacionin e janarit 1999. Masakra e Raçakut shkaktoi reagime të ashpra ndërkombëtare duke pasuar me ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë. Rikonfirmimi i Lumir Abdigjikut në krye të LDK-s duket se ka hapur rrugën e negociatave me vetëvendosjen për krijimin e një koalicioni qeverisës në Kosovë. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulina Haxhiu ka mirëpritur rikonfirmimin e Lumir Abdigjikut në krye të LDK-s, duke cilësuar atë si një zhvillim që mundson vazhdimin e takimeve ndërmjet partive për çështjen e zgjedhjes së presidentit të vendit. Të arrihet një marrëveshje me të cilën arrim pra të kemi një konsensus për zgjedhjen e presidentit. Nën kryetaria e LDK-s Johana Lushaku Sadriu ka deklaruar se LDK-ja do që parimet e veta të imponojnë në çdo marrëveshje që arrin. Ne jemi parti që qartësisht jemi të orientuar ka perëndimi, kemi vlerat tona bazike të cilat dëshirojmë të imponojmë në çdo marrëveshje dhe në çdo krijim partneritet. Evlora Qitaku nga Partia Demokratike deklaroi se do të mbetën në opozitë, duke përjashtuar mundësinë e bashkëqeverisjes me lëvizjen vendosje. Mirë po kjo nuk do të thotë që nuk bashkëpunojmë kur janë në pyetje konstituimi institucioneve dhe interesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës, por jo në qeverisje. Nga AK-ja kanë thënë se s'duan të jenë pjesë e qeverisë dhe as të marrin kurfar pozite. Më 6 gusht është thirrur seanca konstituive. Deri atëherë mbetet të shihet nëse do të ketë ndonjë marrëveshje koalicioni ndërmjet vetëvendosjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Vijon kaosi në enklavën spanjolle të Ceutës në Afrikën e Veriut nga hyrja e mbi 60.000 refugjatëve. Autoritetet kanë blinduar kufirin dhe thanë se shumica e tyre po kthehen mbrapsht, por deri tani numërohen 57 viktima. Hamasi ka rënë dakord të fillojë çarmatosjen sipas planit të paqes
të presidentit Donald Trump. Megjithatë, organizata palestineze ka paralajmëruar se procesi nuk do të nisë nëse Izraeli nuk tërhiqet nga rripi i Gazës. Hamasi bie dakord të hedhë hapin më të rëndësishëm drejt paqes së plotë në rripin e Gazës, pranon të çarmatoset, sipas planit të presidentit amerikan Donald Trump në shkruar vitin e kaluar dhe vënë në zbatim përmes bordit të paqes. Marrëveshje historike, një moment i rëndësishëm në zbatimin e planit Trump me 20 pika, ndërsa çarmatimi përfundon, forcat izraelite do të tërhiqen dhe forca ndërkombëtare e stabilizimit do të punojë me një forcë të re policore palestineze për të marrë përgjegjësinë që Gaza të jetë e sigurt për banorët dhe fqinjët e saj. Arritja e marrëveshjes u njoftua nga bordi i paqes që tha se ajo ndërmjetësua nga Egjipti, Turqia, Katari dhe Shtetet e Bashkuara. Izraeli ende nuk ka bërë asnjë koment për arritjen e marrëveshjes që u bë publike në Truth edhe nga shefi i shtëpisë së bardhë. As Hamasi nuk ka nxjerrë një deklaratë të shkruar ku konfirmon marrëveshjen. Zyrtarët e organizatës palestineze thanë për agjencinë e lajmeve Reuters se armët e rënda do i magazinojnë në zonat nën kontrollin e administratës së drejtuar nga palestinezët dhe nuk do ja dorëzojnë Izraelit. Hamas paralajmëroi se nuk do të nisë çarmatimi nëse Izraeli nuk tërhiqet nga Gaza. Porto Palermo Festival ka qelur mbrëmjen e së njëjtës edicionin e 6. Në atmosferën magjike të kalas së Porto Palermo u hap sipari edicionit të 6 të Festivalit Porto Palermo, një nga eventet kulturore më të rëndësishme dhe që i jep një tjetër ritëm netëve të verës në bregdetin shqiptar, të kuruar në detaje nga organizatori dhe violinisti virtuoz Olen Cezari. Tingujt e muzikës tradicionale, vallet popullore dhe kostumet shumë ngjyrshme të ansamblit folklorik krijuan një mbrëmje të veçantë ku historia, tradita dhe peizazhi spektakolar u bashkuan në një skenë të vetme. Kemi Pierpaolo Petta, ai famshmi që bëri Dua Lipën, martesën, pastaj të shtunën kemi nga Kuba, Noche Cubana Shama Milan, dhe të dielën pastaj është Olen Cezari çuni i shtëpisë. Kjo është java jonë e parë. Interesi i turistëve të huaj ishte i dukshëm që në mbrëmjen e parë. Shumë prej tyre u ndalën për të ndjekur nga afër vallet dhe muzikën tradicionale shqiptare, duke përshkruar eksperiencën si autentike dhe të paharrueshme. Në festival nuk munguan as vizitorët nga Kosova, të cilët e konsideruan këtë aktivitet një mundësi të shkëlqyer për të promovuar dhe ruajtur identitetin kulturor shqiptar. From the European Union. Jam nga Bashkimi Evropian dhe jam i lumtur që pash një koncert fantastik si ky sonte që kombinohet me këtë kalat të mrekullueshme historike dhe bukurinë natyrore. Kemi ardhur nga Prishtina, shumë u kënaqem sonte, ishte me të vërtet hapje fantastike. Është hera e dytë që vim në festival dhe sigurisht që sa herë mundemi e organizojmë pushimin veror me që nuk kohën kur është festivali. Ne kemi ardhur nga Italia, ndërmjet rrjeteve sociale kuptuan për Porto Palermo Festival. Dhe ishte një kënaqësi e veçantë. Shumë mirë, allegro. U kënaqem, na mungojnë këto gjërat. Ne jemi jashtë, na mungojnë këto atmosferat. Deri më 16 gusht, festivali i Porto Palermos, i mbështetur edhe nga Bashkia e Himarës, do të mirëpres artistë dhe vizitorë nga e gjithë bota duke promovuar kulturën shqiptare dhe duke i dhënë një tjetër dimension turizmit në bregdetin e jugut, me synimin për ta kthyer zonën në një qendër të rëndësishme të turizmit kulturor. Këtu përfunduan zonja dhe zotrinj, ju falenderit për vëmendjen. Mirupafshim.